Mirë, tani është koha për intervistën e ditës. Në studio veçmë ka mbërritur kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami. Zoti Kasami, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Do të flasim për më shumë zhvillime, edhe lokale, por edhe politike. Do të nisim me një pyetje konkrete për ju. Edhe sa do t'jeni lider i lëvizjes Besa? Realisht, aq sa do kem përkrahje dhe do të ketë kërkesë nga antarësia e Besës, formalisht, në bazë të statutit të lëvizjes Besa, 2 mandate. 2 mandate. Në statutin e partisë suaj thuhet se regjia, ju lutem nëse kemi gati foton me statutin e lëvizjes Besa, ta shohim në ekranet tona. Besoj ta kemi gati, neni 48 thot që antar të kryesisë qendrore janë kryetari, nën-kryetari, regjia foton në ndërkohë nën-kryetarët, sekretari i përgjithshëm, antarët e tjerë të emëruar nga Këshilli Qendror, ndërsa neni 49 thot mandati i antarëve të kryesisë qendrore është 4 vjet me të drejtë rizgjedhje. Ne shohim foton dhe statutin e partisë se çfarë parashe. Do e respektoni këtë statut, zoti Kasami? Patjetër që do e respektojmë. Ne pretendojmë që të jemi një parti demokratike, që duam të sjellim ndryshimin dhe nëse nuk nisemi nga vetja, atëherë nuk mund të kërkojmë edhe nga të tjerët. Kështu që me këtë statut, kryetari të partisë, i mundësohet edhe një mundësi për rizgjedhje. Pra ju thoni se edhe një herë mund të rizgjedhje? Edhe një herë. Ky statut është miratuar në vitin 2022. 2026 mbaron mandati im i parë si kryetari i partisë dhe nëse do kem përkrahje në kongresin e rregullt që do t'jetë, nëse do kem përkrahje sigurisht që do të... Kur është kongresi i rregullt? Në bazë të statutit, domethënë kongresi është mbajtur në mars të vitit 2022, në mars të vitit 2026. Deri në 2026 keni mandat si kryetar partie dhe pastaj thoni që nëse keni mbështetje? Po, domethënë nëse ka përkrahje nga strukturat e partisë, ashtu si e kam thënë edhe për pushtetin lokal edhe për në nivel të partisë, nëse do kem mbështetje, do të kandidoj. Nëse do të ketë kërkesë tjera për ndryshime edhe në lidershipin e partisë, sigurisht që ne nuk pretendojmë të jemi të përjetshëm, ashtu si ka ndodhur fatkeqësisht në gjithë partitë tjera që nga vitet e 90-tave që ishte shqiptare. Ju jeni edhe në qeveri, zoti Kasami, çfarë u bë me atë ligjin e famshëm të përfaqësimit, atë quaj kështu sepse e dim se s'prej kur po premtohet dhe nuk e shohim askund epilogun, punësimi për maqedonasit po vazhdon, po për shqiptarët, jo. Mendoj që punësimet në aspektin e përfaqësimit adekuat vazhdojnë, nuk janë të drejtë për së drejti të them sankcionuar sa i përket këtij ligji, edhe pse ky ligj duhet të jetë dhe është në procedurë të miratimit, edhe në bazë të një analize që kemi bërë ne, shqiptarët, përqindja e shqiptarëve në administratë është rritur shumë më shumë para se të miratohet mekanizmi është quajtur balancues, se sa gjatë atij mekanizmi, për më shumë që edhe në kuadër të atij mekanizmi ka pasur keq përdorime, u pa që edhe ish sekretari shtetëror Ministrisë të Kulturës ish punësuar si Maqedonas. Duke ditur që është një problematik komplekse, po të kishtë qenë e thjesht, unë besoj që edhe BODI do të kishtë zgjidhur me ligj dhe nuk do të kishte lejuar që të vinë një moment që gjykata kushtetuese ta kontestoj. Jemi duke bërë harmonizimet e fundit të ligjit, që mos vijë përsëri të kontestohet në gjykatën kushtetuese, dhe unë besoj që shpejt ai ligj do të futet në procedurë qeveritare dhe pastaj edhe. Po, gjithë zyrtarët e Vlendit e kanë thënë këtë, tha edhe kryeministri se po bëhet, është në fazë finale, por nuk dihet se kur do jetë gati, se do dërgohet edhe në Komisionin e Venecias. Megjithatë, punësimi për maqedonasit vazhdon për shqiptarët, jo, ju thoni, krahasoni atë periudhën e kohës së BDI-s, kur ka funksionuar apo mos funksionuar siç duhet balancuesi. Tash si është numri i punësuarve shqiptar? Sepse nga ajo që shohim nuk është se është situata edhe aq mirë. Unë informatat që i kam, punësohen edhe shqiptar. Informata e fundit unë do të jap edhe nga komuna e Tetovës, ku në para disa ditëve ndam dikun 78 vendime, ku gati se gjithë ishin me një pakicë shumë të vogël të Maqedonës dhe gjithë ishin shqiptar. Pra edhe në për institucionet tjera qeveritare, punësimi vazhdon të bëhet në bazë të asaj që është si përfaqësim adekuat në për ato institucione, pa
e shfrytzuar në këtë rast mekanizmi që ka qenë. Pra shqyqohet, vlerësohet se në ato institucione si është përfaqësimi dhe pastaj edhe po në pozita drejtuese prapë dominojnë maqedonasit. Tash edhe në atë aspektin e kemi bërë, përsëri them, kemi bërë analizë që nuk është situata ashtu si e ka shitur BD në mandatin e saj, sepse jo, tani, jo BD çfarë ka bërë mandatin e saj, dim çfarë ka bërë. Po BD ka shitur edhe punësimet e shqiptarëve që janë bërë në emër të LSDM-s, pra jo si përfaqësim i shqiptarëve nga një parti apo koalicion shqiptar. Ju e dini që ka pasur rastin në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku vetë BD ka reaguar si janë punësuar shqiptar nga LSDM dhe jo nga BD si përfaqësues shqiptarëve që pastaj ka dalë t'i mbrojë. Edhe sot ne kishim një aksion të policisë për keqpërdorime të njerëzve të ndërlidhur me BD-n, por të cilët nuk përfaqësojnë shqiptarët dhe të cilët nuk identifikohen si shqiptarë dhe dalin sot zyrtarë të BD-s dhe mbrojnë duke thënë se po burgosen vetëm shqiptarët. Pra, BD po mundohet të krijojë një realitet të rrejshëm që shqiptarët diskriminohen dhe shqiptarët nuk punësojnë dhe nuk janë në pozita udhëhece. Unë garantoj që shqiptarët janë aty ku duhet të jenë, po sigurisht ne punojmë që të rritet ky përfaqësim më shumë se sa që është për moment. Çështja është, zoti Kasami, ju çfarë po bëni, sepse është krijuar përshtypja sikur lëvizja Besa është më e fokusuar në nivel lokal se sa në atë qendror. Është e vërtet kjo? Tash ndoshta nga shkaku im personal, që unë jam edhe kryetar komune dhe problemet në nivel lokal janë më të theksuare se në nivel qendror, për më shumë që tani më jemi edhe në zgjedhjet, në vitin e zgjedhjeve lokale, vit zgjedhor, ku kemi shumë projekte për të realizuar, por në fakt ne si Lëvizje Besa udhëheqim me 2 dikastere qeveritare, me 2 ministri dhe me shumë drejtori qendrore dhe unë garantoj që fokusi i funksionarëve tanë dhe i joni si parti politike në kuadër të vlenit është maksimal dhe sigurisht për ne është me rëndësi edhe rezultati i qeverisë. Zoti Kasami, dini se së shpejti gjykata kushtetuese duhet mbajë debatin publik për ligjin e gjuhëve, pritet marrë vendim lidhur me kushtetutshmërinë e ligjit gjuhëve. BD-i thotë se nëse ka vendim të disfavorshëm për gjuhën shqipe, zgjedhje lokale nuk ka, që i bie se do të ketë krizë politike. Unë e kam thënë po e përsëris. Gjykata kushtetuese në këtë përbërje ende është ajo që janë antarët që janë zgjedhur gjatë mandatit 20 vjeçar të BD-s. Dhe nëse BD-ja paralajmëron një diçka të tillë, unë do kisha dashur që mos jetë kjo një sinjal ndaj gjykatës kushtetuese që të marrë një vendim të tillë për të tentuar BD për të krijuar krizë. Kërkesa jonë ndaj gjykatës kushtetuese si një organ i pavarur, si një institucion kushtetues që duhet të mbrojë kushtetutën, është që më shumë të merret me mbrojtje të kushtetutës se sa me çështje politike, veçanërisht kur janë në pyetje relacionet ndërretnike. Të drejtat e shqiptarëve të fituara nuk duhet të cënohen në asnjë moment. Gjykata kushtetuese nëse duhet të jap orientim se si ligji për gjuhët të jetë në harmonizim me kushtetutën dhe ligjet tjera, por në asnjë moment të abrogojnë ndonjë nen të këtij ligji apo të... Po çfarë nëse abrogon, zoti Kasami? Shqyoni, është çështje paksa delikate, për shkak se bëhet fjalë për një institucion qendror, jo më shumë se sot ne kishim debatin në kuvent për antar të Këshillit Gjyqësor. Pra, debati apo çdo mekanizëm që ka politika se i përket këtyre institucioneve në bazë të kushtetuesës të pavarur është problematik. Prandaj edhe një herë unë uroj që gjykata kushtetuese mos bëhet peng i politikës, mos bëhet peng i BD-s për të tentuar, për të defokusuar opinionin nga problemet reale që i kanë qytetarët dhe këtë rast shqiptarët. Uroj që gjykata kushtetuese ta bëj punën e vet edhe një herë, po e përsëris në drejtim të asaj që nëse ky ligj duhet të harmonizohet me kushtetutën dhe ligjet tjera, debati që do të hapet jetë në këtë drejtim, se cilat ligje duhet të harmonizohen, po jo të preket ligji. BD-i tha se zgjedhje lokale nuk ka nëse ka vendim për prekje. BD-i duhet të ketë edhe një herë, po them, duhet të ketë hallin e funksionarëve të saj, duhet të ketë hallin e
deputetit të saj i cili kemi informata që ka penguar policin, ka penguar organet e rendit për të zbardhur një rast të keq përdorimit ku janë dëmtuar çdo qytetari Maqedonisë së Veriut, pra duhet të pastrojë me krimin dhe korrupsionin me radhat e saj dhe pastaj të ketë hallin e shqiptarëve. Për momentin është koalicioni vlen ai i cili kujdeset për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve. Zgjedhjet lokale keni deklaruar edhe më herët, jeni deklaruar për këtë deklaratë qendrim të BDI-s. A vërtet mendoni se BDI-a nuk ka kandidat të ndenj për të kandiduar në zgjedhjet lokale? Po vërtet mendoj se sepse ata nuk dalin as me kandidatëri dhe as me ofertëre. Ta në kohën po sillen aty, do të ketë krizë, nuk do të bëhen zgjedhjet, do të bëhen zgjedhjet, do të pengojmë, do të bëjmë. Do thonë në asnjë moment ata nuk dalin as me program dhe në asnjë moment nuk dalin as edhe me kandidat me të cilët do na sfidonin në çdo komunë. Nuk keni frikë nga ndonjë kandidat që mund të jetë mos të jetë partijak i BDI-s, pra të jetë ndonjë figurë mbi partijake? Jo, në asnjë moment nuk kam frikë, sepse nga momenti marrjes së mandatit 24 orë kemi punuar dhe shumë projekte janë realizuar në të mirë të Tetovës. Nëse do të ketë cili do kandidat i cili qytetarët do të vlerësojnë se do ta çojë një hap më para këtë të cilën unë kam nisur, qytetarët janë ata të cilët vendosin. Keni deklaruar se në zgjedhje do dilni si koalicion vlen, apo ka një vendim paraprak për këtë çështje, apo do dilni edhe me dy kandidatë, sepse ende vendim përfundimtar nuk është se kemi dëgjuar, pra siç propozon Taravari ose edhe me listat veçanta këshilltarësh që ti matni forta. Pra jeni unik në kuadër të koalicionit vlen dominon qëndrimi që do të dalim bashkë edhe me kandidat për kryetar edhe me listat për deputet dhe unë besoj për këshilltar dhe unë besoj që ky do të jetë vendimi përfundimtar i koalicionit. Kur e keni marrë mandatin në krye të komunës Tetovës, sa projekte keni premtuar dhe sa keni realizuar, ja jeni më veçmë nëse mund ta quajmë ashtu në fund të mandatit? Janë realizuar më shumë projekte se sa që janë premtuar, sepse nuk kemi pasur informata reale se cila është gjendja në cilën e kemi marrë komunën. Unë mund të jap një raport në një situatë tjetër se sa projekte janë realizuar të cilët ne nuk i kemi premtuar. Dhe prandaj vlerësoj që puna që është bërë në kuadër të këtij mandati 4 vjeçar është ajo të cilën ne Tetovën e kemi sjell në një qytet ku ka kushte më të mira për të jetuar. Keni filluar me zgjidhjen, siç thoni, uzurpimeve në Tetovë. Pse pikërisht në fund të mandatit, zoti Kasami? Pse lirimi i tokave të uzurpuara nuk u bë më herët? Keni pasur mundësi ta bëni? Lirimi i tokave, hapësirave publike të uzurpuara është bërë nga momenti marrjes së mandatit dhe do të vazhdoj derisa unë të jem në krye të komunës së Tetovës. Sot ne liruam një hapësirë tjetër të rëndësishme për qytetin tonë, që është pranë lumit në Çarshit e Epër, ku ka qenë e uzurpuar, për çka unë edhe faleminderova personin i cili bashkëpunoi me ne, që e kuptoi se duhet lirohet ajo hapësirë publike rreth lumit, ku duhet të kalojnë gjithë tetovarët dhe të tjerët që duhet vizitojnë kalanet e Tetovës, e Tetovës, kështu që ajo është angazhimi im permanent nga marrja e mandatit deri në fund të mandatit. Ju vazhdimisht keni thënë se uzurpimet kanë ndodhur kryesisht në kohën e paraardhësve tuaj. A ka uzurpime në kohën e Bilal Kasamit? Jo, në asnjë moment nuk ka uzurpime në kohën time. Biles të opozitës më kritikojnë se përse kam premtuar instalimin e pajisjeve urbane, kiosjeve në përqytet, edhe pse kemi program dhe ende nuk është bërë. Më thonë, ne mundohemi në këtë fazë të krijojmë një mendësi që pronat publike kanë pronarin e tyre dhe ato janë qytetarët e Tetovës. Kam dhe dy çështje për të diskutuar, ngushtjemi pak me kohën. Pronari një portalit nga Tetova, Rami Mislimi, ka dorëzuar dyshimin prokurori për ndërtimin e bulevardit Boris Kidriç, se kjo rrugë nuk ndërtohet sipas planit të përgjithshëm të komunës Tetovës, por sipas dëshirës së Bilal Kasamit. Apo ndërton Kasami rrugë sipas shefit të tij? Populli thot pushka ju bëf top, le të më akuzoj për realizim të projekteve. Ai projekt realizohet në bazë të planit detaj, në bazë të planit gjeneral, në bazë të planit gjeneral, në bazë të kërkesës së qytetarëve, por në asnjë moment në interes të disave, të cilët ato hapësira i kanë shfrytzuar për interesat të tyre bizneseve të tyre. Sigurisht edhe tash bizneset do të kenë hapësirën e tyre të hapësirës publike për ta shfrytzuar për terasa, për lokalet e tyre, por në asnjë moment në dëm të lëvizjes së qytetarëve dhe veturave. Ju akuzojnë se shumë rrugë në Tetovë janë shndruar si në Kandahar, zoti Kasami.
Tetovarët e din mas miri se si është gjendja rrugëve të Tetovës, shfrytëzojnë momentet nga nisja e punimeve deri në përmbyllje të punimeve, ka qenë periudhë dimrore për rrugën për të cilën flasin. Unë garantoj që shumë shpejt do të përfundojnë punimet edhe ajo rrugë do të jetë rrugë shembull si shumë rrugë të tjera të Tetovës. Për fund, një ankesë tjetër është edhe për pagesat e faturave tuaj dhe mbeturinave. 10.000 qytetarë kanë përfunduar në përmbarues për shkak të mos pagesës. E komplikuat apo e zgjidhet situatën me partneritetin me firmë private? Unë besoj që është zgjidhur, përfundimisht Tetova është më e pastër, përfundimisht nuk e kemi problemin e mbeturinave si e shpata mbi kokë që në rinte të në kohën se mund të ngulfateshim në mbeturina, është një çështje që ka të bëjë me ndërgjegjësimin e një pjesë të qytetarëve për pagesën e faturave. Besoj që është një proces i cili është në bazë të ligjit dhe ata qytetarë të cilët më herët kanë krijuar bindjen se mund të marrin shërbime nga komuna dhe mos i paguajnë faturat, tani duhet bindën se çdo shërbim ka çmimin e vet. Zoti Kasami, faleminderit që sonte ishit në lajmet të televizionit Alsat. Faleminderit edhe ju. Ne shikues të nderuar, vazhdojmë me informacione të tjera.